ishte një djalë i ri në Medinë, e i cili ishte qifut. Por ai shumë e donte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe kishte dëshirë, ai nuk e kishte pranuar Islamin ende. Nuk ishte musliman. Ai dëshironte që të shërbente pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk ja prishte qefin. E lejonte që ky jahudia, qifuti, t'ja binte enën me abdes, që pejgamberi më marr abdes. Rënë të shtëpi ti, apo i ndihmonte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, çka kishte nevojë i gjindej. Dhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte ashab të tij që ata nuk e lënin me prekën tu nga respekti. Ishin në gjendje detën mi aprupej dashurisë, jo një kovë me ujë. Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qëllimisht e lënte këtë qifut që ta sheh jetën e muslimanëve. Ta sheh si po jetohet, apo që të krahason mes asaj çka thonë ata për Islamin dhe ta shohim praktikisht se si është Islami apo. Sa ta shpefnin për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, apo ai është kështu, ata bojnë kështu, të i edukonin fëmijët e tyre në urrëtinë e Islamit. Ndërsa ky kishte mundësi praktikisht të shetë se a është që ashtu që po na mësojnë nuk është. Dhe e donte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam derisa një ditë ky djalë u smur smundjet tonë. Djalë i ri ishte. Ushtri në shtrat të smurjes, madje ky ishte edhe shtrati i vdekjes për te. Çfarë ndodhi? Shkoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me vizitu. Subhanallahu, shtëpitë qifutet. Pa besimtar, jo musliman, shkoi me vizitu, nga se ishte djalë i mirë, i shërbente e kështu me radhë. Kur shkoi me vizitu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e pa se i kishte momentet e fundit në jetën e kësaj bote. Dhe i tha atij djalit: "O djalesh, eslim, bënë musliman apëtën. Me të but, me të mirë, e përgdhel të i thënte, bënë musliman." Ky djali e dënë të shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po nuk kishte mundësi, apo që ta ndëgjën të pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për shkak të babës së tij që rinte koka. E shikon të babën, baba heshte. E shikon të pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i thënë të pejgamberin: "Eslim, bënë musliman, bënë musliman." Ai herë shikon të babën, herë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ishte një konfuzion me të vërtet shumë të dhimbshëm, ishte një situatë tepër të vështirë. Derisa i numëronte frymat e fundit në këtë botë. Subhanallahu, baba i tij kur e pa se djali vet po shkon, s'ka më kurrë. Apo e dinte kush të vërtetë? Ata e dinin, u thash, ata e dinin. Edhe sot e din. Çfarë tha? Ete e Balkasim. Tha ngoja këtë që pëtata. Po se thë baba ngoja. Tha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, dha shpirtë. Kur e dha këtë në rëdhezër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam aq u gëzua. Nga se s'pat mundësi këtë gëzim me ndaj, agjës vetë, që e lësë të fartë, agjë e ti se boni këta në fund. Ky dhe lëshë boni. Doli pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga dhoma, në rrugë, i ngritë të durë ka qili, dhe me zë thëmte: "Elhamdulillah, elhamdulillahi alladhi najjahu bi minan nar." Elhamdulillah, thëmte, subhanallah, thurë që ka ndodhur. Thëmte elhamdulillah, falëndrimi qoftë Allahut, i cili e shpëtoi këtë djalë përmes meje nga zjarri i xhenemit. Elhamdulillah, elhamdulillah. Çuditësh ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga ky gëzim i pejgamberit alisam për këtë djalë. Të ndërroj vëllezër. Ky rast me të vërtet na jep shumë mësime neve që duhet të kemi parasysh. E para që na jep mësim është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk mirrej me akuzat e qifutve, por ai punonte dhe përhapte të vërtetën. Këtë duhet ta bëjmë ne. Sa njëri shpiv për ty, flet keq për atë hoxh, flet keq për këtë, apo qëllimi është që të degradohen hoxhallarët, njerëz të dijshëm, ata që i don populli që të mbetin njerëz në huti. Apo andaj e jona është që ne të flasim të vërtetën dhe të punojmë ashtu sikur që jemi të bindur se është e vërteta. Sa njëri flet, e akuzon, e shan, me nis mu marrë me gjithkan, shkon jeta tu marrë me ta, s'ki ku kur mu marrë me punët e tuja. Andaj merru me punët e tuja, mos u merr me punët e tjera. E dyta që dua me përmend është, të ndërroj vëllezër, argumenti më i mirë
që mund ta prezantojmë ne për vërtetësinë e kësaj feje, për mirësinë e kësaj feje, për bujarinë e kësaj feje, për butësinë e kësaj feje, për gjitha që kjo feja na ofron. Argumenti më i mirë është sjellja jote. Sjellja jote. Shikoj ky djalë ka ardhur, ka kthyer, ka pa çysh pejgamberi sa në këtë rast, e çysh këtu, çysh po bën këtu, çysh po bën kështu. Ka pa që kjo është pejgamberi i Allahut, kështu s'kom pa dikush mos i kështu. Prandaj sa keni unë nga shokët që nuk falen ndoshta, apo nga kolegët që ndoshta kanë paragjykime për Islamin. A keni arritë që me sjelljet e juaja t'ju tregoni se ato çka po ju thonë tjerë për musliman janë shpifje, që ku jam unë musliman, a ke pa nerë për me e kësi gjeste? Kur s'ke pa. Apo? Andaj ne më smiri mund të dëshmojmë urtësinë e Islamit, bukurinë e Islamit, butësinë e Islamit, mëshirën e Islamit me sjelljet tona. Me sjelljet tona. Edhe Islami nuk na mëson me ikë prej tjerëve. Jo, përzihu me tjerët, por përzihu i fortë, jo i dobët. Nga se ka do njerëz kur janë në mes aty që nuk falen, s'falen. Pse? Po ku më tash më fal, kush s'falet tu po mkçyren thonë diçka, çuç aty falo. Pikërisht çaty falo. Aty ku askush nuk falet, ngritur me kënaqëri falo. Tregoj se s'na vjen marrë që na musliman, nëse është rani mi ardhi kujt marrë për diçka, duhet mi ardhë të tjerëve, jo neve. Për çka kimu turpru për Islamit? Ka zënë për cilën pikë të Islamit dje marrë? Për cilën? Për asnjë vallahi. Ka të këshyr Islamin është i bukur, ka të mërsh është njerëzor, është i përshtatshëm, është i dobishëm, ka të mërsh. Prandaj nëse dikush po them kushtimisht, duhet të turprojë për diçka, të tjerë do ta bëjnë këtë. Pse na? Prandaj o musliman, o muslimane, ndihuni krenar me fenë juaj, nga se s'ki për çka me të marrë. Tregoju se i agjerushëm, tregoju se s'pin alkool, tregoju se bën këtë, se bën këtë. Të feja mandalan. Dhe turp po është ai që i bën këtë punë. Me kënaqëri, jam unë ngushtu. Në shoqëni për shkak me njerëz që pinë alkool, vallahi se barku më dham se ne pija thon. Tash se thuaj që është haram, po thuaj haram është. Sa këtë punë as barku, as fytja, as kurgjë, është haram, është e ndyt. Këtë njeri normal s'është ngoj. Kallzoj me kënaqëri. Apo edhe punë tjera çka ka? Namazi. Po Allahu Akbar. Ku ti? Ku ti? Në rrugë, në punë, në stacion të autobusov, në aeroport, ku do që t'jesh? Ka arë koha. Më falë, unë i kam një 5 dakika me zotin tema. Apo? Ata kërshojnë t'u falë, vëllaj, Islamit mund me konë sebe për udhëzimin të në tënë. A dërmi ju ka dhu një rast si shpejt atë. E kom taku para një vitë, 2 viti atë. Një djalë, do të të ri, i cili jeton të në Perëndim. Shqiptar, do të thotë, ka shku atje, ka dashur Allahu Azza wa Jall, është bo musliman i mirë, i devotshëm e kështu me radhë. Thotë, pa ta rastin që për disa arsye shëndetësore të shkoj me një vend për shërim në Zvicër. Ai vendi shumë i shtrejtë, por këtij shtetja kishte paguar shërimin për shkak të sigurimeve që dihet që janë atje aftë. Dhe atje këshin nga njerëz nga shumë vende të botës për shërim, por njerëz kryesisht të pasur. Dhe ko pas kohë kishte mundësi që të rrim bashkë në persona të caktuara, apo do të për shkak se ishte vendi i përbashkët. Dhe ishte një njeri kishtar për Vjene, austriak, por misionar. Do të u fliste njerëz për krishterizmin, e kishte marrë Biblën, e lexonte kështu me radhë, dhe tha unë e heshtësha. Azi nuk faqë, unë që aty në mesin, apo, e ti ndëgjejsa. Pastaj, kër e përfundoja, i thash në falë, a ban e dojnë me thonë diqka për fejnë temë. Normal, ban i lirë falti. Tha, ju thash hoqë, kështu më tha, ju thash nuk duhen e me folë, kur gjë, po kësha pas qef që ju tash me më këqytë qka bojën atë. Tha, erdhë koha namazit, edhe erdhaj me mu me një dhomë ku isha më falë. Ata tjerë nuk erdhën. Ky kryesori erdhë me mu aty ku kisha më falë. Tha, fillova, Allahu Akbar, ishte koha akshamet. Tha, fillova me lezu Kur'an me zoha, subhanallah, aj mahnet, nëse Kur'an e pëse skuptuat, dje që fjallë Allahu të zogjera. Vallaj, unë e namaz me lezu, arabisht që ka do kuft, thunë e pas ka të dashit hoqja. Këso Kur'an, asin e hafuza, asin e arabisht, po e dini që kjo Kur'an së është. Nga se dalan arabishtja Kur'an, edhe arabishtja tjetër që së është Kur'an.
Unë mahlin nga fjallë të Allahot, u prek, kër e përfundova, tha, e pash i rdjedhin lëtë. Subhana këti misionarit, nga se ka pa përkushtimin, s'ka pa kësi përkushtimin dhe Allah që shfalet njëri para Zotit të dhe. Qëfar discipline, qëfar tërbije, edukate, sejde, ruku. Ja përktheva, tha, që ka thash, edhe unë ngrit. Shkajta ata, subhanallah, mrena 5 minuta, ka menu pak, sa i kështë e pas dhije, nuk konaj bashkë që ashtu i moment. Tha, të pranesh me qesh në ty, ju tha, ato që ka ju thash, harrane, kam diçka të tërë për juve. Tha, unë pëndëgjaj, u përfasova, që ka të me thonë tash? Tha, mu këthy mu, tha, qka duhet me boa, dhe në me boa si të jatë. Subhanallah, tha, e përnej islamin, tha, në mesin e gjithëve atë jatë. Tha, pas një vjet i ka me vizitu, tha, jëm çudi çfarë muslimani përkushtum ishte botën. Do të ndëruar, mos e dashin popull tjerë, ja u qenë Allahu tjerë vapton këtë dinë. Apo, nëse njëri me anë musliman këtu, se në gjinan, e qenë Allahu në usrit i kanë që në gjinan. So gale, kjo fes s'jet pa praktik, jet njëri keq pa ta, se feja Allahu s'jet keq për njerëz atë. Pse? Sjellja e mirë, edukata e mirë. Prandaj mundseuni njerëzve që ta shohin ndikimin e Islamit tek kjo, që ta kuptojnë se kjo fe s'na mëson me rrejt, as me shajt, s'na mëson me kun keq, s'na mëson me kun të dështuar në punë, as në shkolla, as kërkun, krejt ku të na sheh, jena për lavdat. Ka ardhur njëri në Medinë, në rrezën Medinë u ardh. Për çka u ardh Medinë? U ardh me vrap pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Për në u ardh Medinë ku në mes të sahabëve me vrap pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe e nxojnë sahabët. Edhe e lidhin për shtupi xhamis. Kjo që aty e lidhin. Në styll xhamis. Kur vjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i thot ky njeri tash, i thot pejgamberi, ky lidh ky njeri, po i thot pejgamberit alayhi salam. Nëse mbron, dije që ke vrarë dikon që s'talen gjakun fal atë. Ti e lidh edhe po kërcëna? Apo edhe i ka thonë, tek e fundit, nëse dën parë, fis janë paguën parë me më shumë mua atë. Subhanallah. Pejgamberi më bosjesh, po thot, e pse s'bosh musliman ti atë? Sepse ka që deta ka pas pejgamberi son. A ka shajt kush, a në vrap dikush, u harroi kjo punë. Ai ti ke punë ke gabuar me vrap, me mshat, po në ti musliman pshte po punë tira bëjmë kallaj pastaj atë. Po kur zbona? Atë pejgamberi ka thonë, jep me hungër me pi atë. Tash ai i lidh, po penesi e kanë zgjidh, pastaj përsisë rob. Edhe ai tan kon po përcjell çish po fale musliman, çish po duhen me zvete, çish po dojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ai po e sheh se xhamia u kon vend ku musliman kanë bajë shumë ta përpara. Ditën e dytë po vjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ajo pet një datë jashtë ashtu. He spelshon hiç ai nivelin e vet. Pejgamberi po bësi po bona musliman atë. Kur zbona? Japni më hungër me pijë. Ditën e tretë e njëjta, thot pejgamberi sallallahu bona musliman, thot kur nuk bona. Thot pejgamberi sallallahu zgjidheni lëshane. Zgjidheni durt, lëshane me shku. Ja zgjidhen durt e lëshon. Kur e lëshoj Medinën e shkoj larg, u largu tash, ishte i sigurt, se është i sigurt. S'ka mund u largu shumë larg pe muslimanëve, e kthen devën. Ka xhamia pejgamberit sallallahu ka Medinia, kthehet të pat, edhe vjen tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe thot e qitash po. Sa ashtu i lidh, kishin thonë arabt, pas lidh të ka përmën islamin, pejzori, apo? Ndërsa qitash po, tha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tha oj dërguari i Allahut, te sot njëri ma shumë që e ku më rrej se ty s'kum pas atë. Qaq mo që s'ma baj ke shpirti me të pa gjalli mo me të vra. Wallahi billahi se s'ka njëri në ftyrë toke që du ma shumë se ty atë. Qka i boni? Qka tha? Korqë. Veq i ka pa musliman xhami që shpo bojnë atë. Unë e kërë thëmë, me bo me prudikon me lidhë në gjami qëtë të na, apo? E më na pa që a bojmë na, se dhja e këshëm bona muslimana se këshëm bo, apo? E duhet gjamia tjetë vend ku ka unitete, ku ka dashurije, ku ka respekte, ku ka mirësie, ku ka që njerë shojnë se, mashallah, mu knaq me shku në gjami, shpirti po të knaq, apo? Për shkak se, ka respekte, ka qetësie, ka mirësie, ka gjitha ato. Andaj pejgamberi sa një mundësoj këti njëri mu afru nga atë, me pa që jetojnë musliman. Kjo që futi, me pa, hajde në shpirti, s'kam që me mshefune, që kjo e feja jonë. Nëse e kupton drejt, s'ki qare pa pranuar.